Policia dhe Prokuroria e Elbasanit ka ndaluar 2 persona dhe ka shpallur në kërkim një person tjetër si autor ose bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Edmond Hyka në qytetin e Elbasanit, ndërsa motivet e ekzekutimit të biznesmenit mbeten të paqarta. Në bazë të hetimeve, policia ka identifikuar disa të dyshuar si të përfshirë në ngjarje dhe për më tepër detaje do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë në nisje të këtij edicioni Edison Vatnikajn. Mirëmëngjes Edison. Mirëmëngjes Lili. Ashtu sikur se po e thoja, dua të pyes se cilat janë të rejat që vijnë pikërisht nga qyteti i Elbasanit në lidhje me ekzekutimin e biznesmenit Edmond Hyka alias Mondi Mëhalla. Po, në fakt, 2 persona janë ndaluar nga ana e prokurorisë dhe policisë Elbasan si bashkëpunëtor të vrasjes Edmond Hyka, si njohur në komunitet si Mondi Mëhallës, ndërkohë që një tjetër është shpallur në kërkim. Në fakt, informacionet nisen pas këshyrjes së kamerave të sigurisë në zonë para zhvillimit të ngjarjes së rëndë dhe pas zhvillimit të kësaj ngjarje së rëndë, ku para zhvillimit u konstatua që mjeti Audi ngjyre e zezë, e cila më pas u përdor në vrasjen e 43 vjeçarit, kishte lëvizur në zonën e Elbasanit dhe ishte pikërisht në drejtim të mjetit Naldo Gjini, një person i cili është me banim në Lezhë dhe që u konstatua më pas në rrugën e Kombit. Menjëherë, pasi shërbimet e policisë morën informacione për prezencën dhe ekzistencën e këtij personi në këtë vepër penale, si dyshuar si bashkëpunëtor, u bë me iniciativë ndalimi i tij, ku më pas u vendos edhe shoqërimi drejt drejtorisë vendore të policisë e Elbasanit për të dhënë detaje të reja dhe shpjegime sa i takon makinës që ai po lëvizte pikërisht me Audin që më pas u përdor në ngjarje. Rezulton se Audi ishte në pronësi të një nga kompanitë të viktimës për shkak se përveç kompanisë së hidrokarburës, pra biznesit së karburanteve, së makinave të taksive El Taksi në qytetin e Elbasanit, kishte edhe një biznes tjetër me makina me qera. Në fakt, aty duhet të konkludohet nga ana e policisë së shtetit nëse kjo makinë ishte marrë me qera pikërisht nga biznesi i viktimës apo ishte bler nga persona të tjerë që më pas është përdorur në ngjarje kriminale. Po ashtu po verifikohen edhe targat që lëviz edhe automjeti tip Audi që sipas policisë deri në këtë fazë të hetimit rezultojnë të jenë të vjedhura, e ndërkohë që janë mbivendosur Audit për të mos u identifikuar nga ana e policisë së shtetit. 2 persona të cilët janë të ndaluar kanë dyshime se kanë bashkëpunuar me autorin e dyshuar të krimit që sipas policisë së shtetit në kamerat e sigurisë duket vetëm një person, i cili është me kapuç që afrohet e gjua në drejtim të mjetit të Range Rover, ku 2 plumba kanë kapur në kokë dhe një në pjesën e kraharorit duke lënë të vdekur në vend. Po ashtu, policia dhe prokuroria e Elbasanit tashmë po nis dhe verifikimet të tjera në terren sa i takon mënyrës se si kanë operuar grupi deri në zbardhjen e plotë të roleve të secilit prej personave të ndaluar.